në kuzhinë përsëri, vazhdojmë me recetën e dytë. Pasi përfunduam rolen me mish dhe me krem djathi të aromatizuar nga Arla. Arla që prishi theu edhe kreshpën e Albanës. Kjo nuk duhet të të shmotivoj për recetat e radhës. Përfundimisht jam gojmave. Ska, nuk... Dhe po, nuk po e përmendja për ju, po e përmendja që të bindja veten. Ta thash dhe në publicitet, kur ndodh pa dashje nuk quhet. Tani provova të shëska. Çfarë gatuajmë, se do kalojmë tek receta e dytë. Mishin e viçit me... Ta thashë me pispilit, ashtë, në kështë shkumina për pispilit. Me pistilin e basanit. E kam vendosur me ujë, që të tretet avash avash, pa shtuar vaj fare. Pak yndyrë. E lë të tillë, heq sheqerin se nuk më duhet. Le të ndez një vatër tjetër këtu dhe e kaloj në pozicion tjetër. Transferoj një tenxhere duke shtuar pak yndyrë. Këtu kam mishin e viçit. Lë të nxehet paksa. Një sekond se kam ndezur vatër tjetër. Po vendosi me Albana syze, vendosi. Që të gatuajmë aty mishin. Tek mishi pak fare krip. Mish viçi ose mish dashi. Tani dashi ka shumë yndyrë. Mishi i qingjit është më ndryshe, i kecit është pak sa më ndryshe. Për të hequr aromat, shumë mirë shtoni pakos fare qumësht. Dhe ndërkohë ky pistili këtu ka shkrirë, po pse nuk marr pak miell? Ja të marr pak miell se e kam lënë vetëm pa miell. A mund të gatuash pa miell? Se e përthith pak atë lagështirën e mishit, mos e spugjim direkt në vaj me atë lagështirën e vet, që ka, por duke i shtuar pak miell. Është gjëja më e duhur. Është nga truket. Dalë tash këtu se pak fare miell, ja. Qa do lloj mielli merrni, nuk ka problem. Ky gatim nuk ka naze. Apo ola, apo super, apo super. Apo për çdo përdorim. Unë di një gjë që gatimi do dalë super, këtë di. E shtoj. Derisa dëgjojmë atë zhurmën e pakët. Tu. E le të marrë një faqe, por jo shumë. Sepse do të përfundoj në tavë, ndërkohë, njemi me përbërësit e tjerë të tavës tonë me mish qingji dhe me pistil. Ta vendosim në furrë për të pikur, por ndërkohë shohim njerë përmbajtjen e recetës, çfarë erëzash edhe çfarë përbërësish të tjerë. 4 racione mish viçi, 1 kilogram qep, të cilën e zbusim, e karamelizojmë gati-gati, 2 luggjelle salcë tomate, 1 speci kuq, pistil, pak sheqer, krip, piper rigon, disa kokra ullinsh, gjete dafine dhe vaj ulliri. Sa të marri, pak të ndryshojnë ngjyrën. Zbardhet pak mishi. Shtoj. Dhe të hudhër. Dafinën që të marrin, që të kenë aromën. Masën e kripës të qepa. Qepa duhet të tretet mirë, du ta lëmë që të vazhdoj atë procesin. Qepa nuk duhet të tretet shumë mirë, sepse do jetë bashkë me mishin më pas. Pra tretja do filloj me mishin. Le të marri këtë ngjyrën, ngjyra paksa e artë. Nëse unë do shtoj më tepër sheqer, do ta marri akoma, do të jetë pak si e kafejt. Tek mishi, shtoj
Salcën, gjë që unë tek salcat, them të drejtën, kam shtuar një panxar, edhe domatet që më ishin zbutur. Po. Bëj një kaurdisje të duhur të mishit. Vërtet që është mish me pistil, por nuk do thotë që ne mos i bëjmë zmet salcës. Po. Do të Si shtoj pistili ruan atë rolin që ka atë shtësien e pak të afët. pistilin që e kam vendosur në ujë të ftohtë edhe fletën e pistilit, më pas me nxehtësi të avashт e kam lënë Që të shkri të që të shkri. Ja, të bëhet kjo masa e salcës. Nëse unë te kjo masë salce bashkoj qepën, hudhrën, kockat, është një salcë më e mirë që quhet salca demi-glace. Është më e mira dhe ruhet për një kohë të gjatë, normalisht, dhe hyn në të gjithë produktet e mishit. Marr pakës ujë, Që të shfrytëzojmë gjithë masën sasinë e pistilit, sepse edhe duke u tretur, ajo lëshohet më mirë shija e fortë që ka, e largoj pak e athët, bëhet nga kumllat ja. e zeza, si pjesë e zajreve të dimrit. Do të shtoj ullint. Gjysmat e erëzave në fillim. Më pas të tjerat. Do të shtoj këtë masë. Në tenxhere. Pra, me shtimin e qepës i bie përfundon aty në procesin avash të bëhet, kaloj në del një gatim. Të paktën nëse nuk arrita të bëj ushqimin e agjerimit, të paktën le të kap ngjyrën e agjerimit. Pra, mielin shumë pak mishin. Po. Kjo do kaloj tani në? Po, do të kaloj, pak fare do gatuat, edhe më pas direkte në furrë, dhe që marrë një tavë unë edhe... Po e lëm dhe pak ndoshta, marrë një vlim aty në tenxhere, përsëri do të përfundoj në furrë, kështu që besoj ishte e qartë edhe receta, e përsërisim dhe njërë të shkruar, pasi përfundoj dhe ne urojmë që të marrim dhe pjekjen deri në fund të hapësirës. Tavë me mish viçi dhe me pistil, ju duen 4 racione mish viçi, 1 kilogram qep, 2 lugë gjelle salcë domate, 1 speci kuq, pistil, pak sheqer, krip piper rigon, disa kokra ullinj dhe gjethje dafine vaj ulliri. Rikthehemi pas pak, do kalojmë në publicitet. Tani bëjmë një pauzë, sistemojmë dhe produktet e tjera dhe rikthehemi në pjesën e fundit. Mirë se erdhët. Jemi në pjesën e fundit të gatimit për ditën e sotme. Kemi gatuar një role me mish, të mbushur dhe me krem djathi me djath mozzarella, me erza, shumë e shishme, është në furrë duke u pjekur. Ndërkohë kemi vazhduar me mishin e viçit në tavë, me pistil, dhe me element të tjerë, do t'i vendosim. Kemi ullin, dafinën, hudhrën, një qep shumë mirë të parazier, e marë dhe e vendos në shtratin e vetë. Po. O, përraqë këtu. Ja, dhe me këtë ngjyrën e bukur të salcës, vjen aromë shumë e mirë edhe nga pistili, po edhe nga bimët, nga erzat. Unë e them shpesh, mund të jenë 2 njerëz që gatuajnë, të kenë të njëjtat produkte, të jenë të një zanati, por nëse atij gatimi ti nuk i jep dashuri, nuk do të dalë e tillë. Nuk kam nevojë të shtoj uthull në fund fare, sepse është pistili. E marr dhe e vendos sërish me shumë dashuri në furrë. Op!